Zbulimi i mbetje martore të viktimave të luftës është kompetencë e Prokurisë Speciale dhe Njësisë për hetimin e krimeve të luftës. Të dhënat nga muajt e fundit tregojnë që operacionet e kërkimit të personave të zhdukur gjatë luftës janë intensifikuar dhe në disa raste kanë rezultuar me sukses. E krijuar për vetëm këtë qëllim, Njësia për personat e zhdukur në Policinë e Kosovës dhe Prokuria Speciale kanë pasur 2 rezultate, një në Podujev dhe një në Prishtinë, në të cilat kanë gjetur mbetje martore të cilat dyshohen se janë të luftës së fundit. Një operacion tjetër i kërkimit ndërmerret në mbrëmjen e datës 3 maj. Një eskavator që po hapte një rrugë skaj liçenit të Livoçit kishte hasur në disa mbetje të dyshimta. Policia lokale në vendin e ngjarjes fton prokurorin kujdestar në Gjilan, i cili pas daljes në vendin e ngjarjes konstaton që vendi duhet të bllokohet dhe kompetencat i delegohen Prokurisë Speciale për të hetuar. Zona për rreth liçenit të Livoçit disa herë është ekzaminuar për mbetje martore, kjo për shkak se liçeni është skaj rrugës dhe aty ka pasur edhe varrezat e fshatit. Sipas procedurave, zona do ruhej nga njësi policore deri në ekzaminimin i cili do kryhet nga Njësia e Krimeve të Luftës dhe Mjekësia Ligjore. Në mëngjesin pasues, prokurori special Ilir Morina, i ngarkuar me hetimin e krimeve të luftës dhe personat e zhdukur gjatë luftës, autorizon mekanizmin shtetëror që menjëherë të dalë në vendin e ngjarjes dhe të nisë procesin hetimor. Ekipet të hetimeve të krimeve të luftës dhe mjeko ligjore dalin në vendin e ngjarjes për të verifikuar informacionet. Zona për rreth liçenit të Livoçit është duke u ekzaminuar për të verifikuar nëse aty ka të varrosur persona të vrarë gjatë luftës. Pas informacioneve të para, Policia e Kosovës e kishte siguruar zonën dhe po e mbante në vëzhgim. Në minutat e parë pas daljes në vendin e ngjarjes, ekipet mjekoligjore dhe policë të krimeve të luftës nisin skicimin dhe dokumentimin e provave që gjenden në teren. Materialet do përdoren për dosjen e lëndës dhe për databazën e zonave të ekzaminuara. Kopi dokumentojmë këtë, atë që po bë. Mos që. Ose në gjitha rase tjera, këtu do më thonë, evidentimi, skicimi dhe dokumentimi ndjetje do të më trajtu në mënyrë profesionale, në mënyrë që me që t'jesin si evidencë, se në qoftë që veç përsëritë të në tarmen ose në vjenë si informacion, do më thonë e dim sakt me çka kemë bojnë. Shkak se, do më thonë, në tarmen mundet me fillu me pas punimin këtë lokacion, kështu që është lokacion i njohur tani për neve.